Nuk lejohet që qytetarë amerikanë të suportojnë partit huaja politike me listë. Po prit morla. Ore, si deni më burë. Mirë folni. Ore, merrni me thelbin në burë. Ore, dati bje kejtë. Ore, jo më jo merrni me këte. Këto njërë. Ore, po prit për dashi jetë, ta maroj fjallë. Ta maroj fjallë. Unë më të them, ky person që ka dalë, që quhet Seci, ky thot që ka kriju këtë fondacion, fondacionet zonjë kanë bord. Po pra ky është kryetari i bordit dhe mos bordit. Kush është bordi? Është kryetari i bordit. Kush është ku kryetari? Hajde, ti kryetari në kryetari po i bord grumbullën. Kush janë njerëzit që kanë bord? Po ka ndërhyrë një strukturë shtetërore për ta verifikuar. Jo, valla, si u boka kur Zitini ka bord fondacioni, si ka bord vallë. Kontratë amerikane. Ore ti po them sa shkruajta po janë rregulla dhe një bordi. Më fal, tash ti themi shtetit amerikan që pas ka rëshkitur pak më pas ka jo më ka rëshkitur se kanë punuar atje si forbidoj se tot avokatët kanë numër 1. Më nëse Amerika funksionon në bazë nuk e di. Që ka të merr. Po e them, ju lutem më qet, ju lutem, ka një gjë Po jo po na luni me ska prokuror 2 vet. Deputet prokuror vendos qetësi. Po 2 vet krijo kanë bord, merr kanë lekët, kush janë donatorët, kush janë. Po për këtë di që vjet direkt, aty normalisht më do filloj hetim me FBI dhe State Departmenti do të ketë. Kështu qoftë isha. Do filloj hetim direkt më edhe një herë për këtë. Se gjatë nuk jam budallaj njerëz. Dihet ka kanë dalë parë. Jemi dakord me ty, por juridikish funksionon pak ndryshe. Edhe një herë, kontrata në pikpamja formale është e ligjshme. Tjetër. Kontrata është... O dasha po merve sa po them, nuk është e ligjshme për ata atje më nuk po them këto. Ora, është idiota ai avokat amerikan që ka firmuar sot kontratë. Ta mbarojmë Vaj nga lekët. Tani është. Vaj nga lekët. Po ta përgjithësi. Ai shkoi suportoi kaq. Mirë, do ta shihni pyetjen. Problemi këtu qëndron. Dashje fal, a mund të bën Problemi është ka $10 Kush ka dhuruar $1 aty, kush e person me këtë me listë, nuk u bë tjetër, po ky është thelbi po pritet. Tani ne duhet të verifikojmë Ky është thelbi, po të merremi me thelbi. Personi identifikuar. Ligji në themel që konteston zoti Bania është ky, që nuk ka të drejtë një qytetar amerikan të paguajë para të bëjë lobbying, pa të japi donacione për një parti që nuk është amerikane. Supozojmë se është e vërtetë. Këtë po thotë ai. Jo më është e vërtetë. Dhe këto legjë nuk i registruar. Kjo zyra lobuse nuk e di këtë. Nuk e di pa tani Damania, por këtë po dëmon. Ajo kontratë ishte pa ligjshme, nuk ishte regjistruar te regjistri i lobimit në atje ku është, sipas fare.